Christopher Highland, një personalitet i njohur për angazhimin e tij në çështjen e Kosovës, ka thënë se ndjehet mirë që ndodhet në Kosovë dhe se ardhja e tij në Prishtinë dhe takimi me miqtë i jep vetëm kënaqësi. Ardhjen e tij Highland e shoqëroi me një intervistë ekskluzive për televizionin Kanal 10 në Politico me Kushtrim Sadikun. Ai ndau eksperiencën në televizionin e gazetarëve teksa theksoi se do të shpërfaqë opinionet e tij për të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen e Kosovës. Unë jam i lumtur që jam këtu në televizionin Kanal 10, pikë e pari, ambienti dhe mënyra se si funksionon është jashtëzakonisht mbretëlënëse. Të gjithë ata që i takova janë profesional dhe në interviste në Politico do të kem mundësi të ndoj disa nga opinionet e mia për të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen e Kosovës. Vizita e Highland rastisi në një moment që ka prekur vendin, ndarje nga jeta të babait të ish presidentit Hashim Thaçi, për çka Highland tha se bashkëndjen me familjen e tij. Highland tha se babai i Thaçit ishte një njeri i dashur për të gjithë, teksa deklaroi se vetë Thaçi ishte heroi i pavarësisë së Kosovës. Unë ndaj me ish-presidentin kushtlimet e mia. Baba i tij ishte një njeri i shquar dhe i dashur nga të gjithë. Presidenti vet ishte heroi i pavarësisë së Kosovës. Kjo histori ka një rëndësi të madhe dhe besoj se duhet të ketë më shumë respekt dhe nderime për baban e presidentit. Autori i emisionit Politico, Kushtrim Sadiku, paralajmëroi se intervista Highlands shpërfaq pikpamjet e tij për raportet e Kosovës me SBA-t, çështjen e Ukrainës, impaktin në Ballkan dhe perspektiven e tij me politikanë të ndryshëm nga Kosova, duke filluar nga Rugova e deri te Kurti. Sadiku ka theksuar se Highlands do të ndajë edhe detaje interesante nga takimi i tij me autorin e shuar Fanolin. Flasim për një njeri i cili ka patur mundësi si fëmijë ta njoftoj Fanolin, tani llogaritë në cilin vit jemi edhe për çfarë po flasim. Pra ka një bazament fuqishëm se si qëndrojnë shqiptarët edhe si është Kosova, një njeri që ka arritur ta kthejë vëmendjen e presidentit Clinton në raport me çështjen e Kosovës gjatë fillimit viteve 90 dhe gjatë fushatës presidenciale kur garante me presidentin Bushin e vjetër. Tutje, autori e emisionit Politico ka theksuar se figura e personalitetet të shumta janë bashkuar televizionit të gazetarëve, i cili ka qenë adresa e parë e politikanëve dhe zyrtarëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe e cila ka kulmuar me organizimin e përbashkët televiziv për zgjedhjet e Amerikës. Ndryshe, Christopher Highland gjatë viteve 1990 ishte ndër të parët që solli në vëmendjen e presidentit të atëhershëm të Shteteve të Bashkuara Bill Clinton situatën në Kosovë. Për kontributin e tij të çmuar, Highland është nderuar me dekorata nga president të Kosovës dhe Shqipërisë, ndërsa viteve të fundit ka vazhduar të mbështesë Kosovën përmes aktiviteteve të ndryshme.